Këtë lagja pa rrymë që në javë pa la, pa pastru, pa hongër, pa kretë. 2 metra prej shkollëve, i del gruja, i del fëmija, i del dikush dhe e mytë. Që këqërë? Këqërë është këpo. Që është? Matëne këtu e ki 1 metër, telin kuasisht. Po duhet qytet me shku me kërë me hongër bukë, pa u pastru. Ne po, unë jëmë pastru me ujtë ftëft. Me ujtë ftëft jëmë pastru. Jemi në lagjën Dervish Hima këtu në Shqipol të Mitrovicës, ku banorët pa ankohen se ka 1 javë që nuk kanë furnizim me energji elektrike. E kjo gjendje u ka shkaktuar shumë telashe dhe shumë pajisje shtëpiake tashmë janë dëmtuar nga mos furnizimi me energji elektrike. E problem del të jetë një kablo e cila është këputur këtu tek kjo shtëpia që po e shohim brapa meje, e që pronari i shtëpis ka thënë që vetëm të zhvendosët pak shtylla elektrike, por që Keci po refuzon ta bëj këtë sipas banorëve. Gra, fëmi, gjithë pa u pastru, jënë bon dome aqë shumë, sa që po mendej a jëmë dikon në Somali, a në Etopi, as ku jëmë nuk pe di. Dhe më thënë Zotri që 1 javë nuk keni energji elektrike. Që 1 javë prej tetës nuk kena rrymë këtu as 1 minutë. No, kanë bo dome, na qpi konshtaja antena atje, ju kanë bo për 10.000 euro, ju kanë bo dhe për mbyllë, mas 23 vjetë internetin, për mbyllë, mundi me ardhë, mesh fotografu, për mbyllë. Do me thënë, a keni kontaktu me Kecin edhe me organit tjera? Ku qëndron problemi si pas tyre? Të Keci qëndron. Unë e vetë personalisht mundi me kontrolu edhe telefonin, sa herë kom thirë, dhe mu Keci, unë ka thonë, tha të konshtarasi, i mahalla tha duhet tha me zjedhë. Dhe të thëtë që mahalla ti morrin sakica të mytën me një pronarin që u këput tili. Atëherë kja është Do me thënë inderuar, qëfar problemi që ndronë më thellësisht, sepse për qëfar arsye ka thënë Keci që duhet lagja të merret me këto probleme? Se këtu u këput një tel, qysh u këput nuk e dim, po në këtë pjesë, bashkë me këtë banderin u këput. Dhe këtë zotëria i ka thonë e ka 2 metra prej dere që u këput teli, mëni me fotografu ato telin, dhe ju ka thonë Kecit, largëm në mu veç për dere, e ka dhe tokën po thëtë në gjithë në ku dëne banderin, vetëm ju lutëm, heq ma rëzikin, dhe to Keci nuk e ka spemer. Na jemi pa rrymë, kritë lagja pa rrymë që në javë pa la, pa pastru, pa hongër, pa kretë. Ka thmi, ka mos të më pleqe gjithë. Keci, në qëfar arsyetimi, pse nuk po e largon, se po i shojmë tash edhe ekipet e Keci që po vazhdojnë e po lëvizin. Ky është pronari dhe pe javlyp me shkrim. A o 1 muj, a o 2 muj, a o 3 muj, vetëm për dojmë se këta kanë bone ankes për me ju hjek këtu, nuk e kanë hjek telin, Keci ka problem. S'peja hiq telin, atër këqyre telin shkojnë të vendi i ngjarjes. Me qëfar arsyetimi nuk po e largon Keci, do më thënë këtë shtyllë elektrike? Është në projekt, po duhet me pritë se kanë tjera asisht. Ja mëni me këqyrë kësa është 2 metra prej shkollëve, i del gruja, i del fëmija, i del dikush dhe e mytë. Që këqyrë nuk është këpo, që është. Matëne këtu e ki 1 metër, telin kuasisht. Dhe këj po thëtë, kur duhen dhe të njëtë, veç të ma largën për i dere. Do me thënë, Zotria është i gatë shumë që vetëm zhvendosje. Veç zhvendosje, edhe e ka bon kërkesën para 1 muj dite. Para 1 muj dite, po nuk pe largën, apravan. Ndërsa kretë lagjën aje, që 1 javë dhe të parrym. Po duhet qytet me shku me kërë me hongër bukë, pa u pastru. Unë jëmë pastru me ujtë ftëft. Me ujtë ftëft jëmë pastru. Unë jëmë që unë punoj dhe jetoj në Zvicër. Dhe ku marrë tasht,
Do të thonë ju jeni mërgjimtar edhe keni Mërgjimtar, në këtë po. kontrahurën që ju Dhe mu kanë bo edhe mu dome. Se kanë kërsit hëshparete, bovakje, televizore këtu, kërejt, po ato s'pëjmë në herë ma vëna, po kemi rrym, bili për një kafe. Të unë s'ka problem se hypja makinës, po jenë gra thmiha që po rrinë, kure kanë po kecën këtu si ka orë, se u gëzunë gjithë mahalla, lagja. Ketë si prapu largua pa reguluar. Kur gjyhesh, pa gjë. Prej tajtës si u këput, kecën nuk merë kujgjë. Unë kom thirë, mëni me kontrolu telefonin tam, që i kom thirë edhe policinë edhe kecën.